dhënie e titullit qytetarënderit të Bashkisë Maqësie e Madhe të Zotit Rraf Kanxhelaj. Propozim Zyrtari i Bashkisë, funksionalën zyrtari penal Gjonsi. Përshëndetje, gjithë nderuar qytetarë, nderuar zyrtar, sekretar, nderuar nga Këshilli të Bashkisë, duke pasur parasysh që Kanxhelaj feston 50 vjetorin e datës së skem dhe 30 vjetorin e krijimit të shoqatës Panajot, duke pasur parasysh edhe mbajtjen e edicionit të 6 i Muharemin Maqësia e Madhe. Nga këto edicionit ju dha dhe titulli Maqësisë Madhe në veri Kombit, duke pasur parasysh dhe disa propozime të ardhur nga personalitetet të artit dhe kulturës her pas here për këtë figurë të artit, folklorit dhe që kanë autor që është Kanxhelaj, Qytetari i Bashkisë i propozon Qytetin e Bashkisë për dhënë titull qytetarënderit. Nëse doni t'ja lexoj shkrimin e shkruar, motivacionin dhe motivacionin e këtij përsa thënë më shumë, të cilët janë parashikumi për propozor Këshilli i Bashkisë Maqësie e Madhe të jepet titulli qytetarënderit përpuna dhe për kushtimin e tij si një qytetar bashkëkohor, si kontribues në artin e këngës popullore. Kanë qetësi firmë. Kanë qetësi firmë. E me edicionin ku Muharemin Maqësia ka qenë promotor në ndërsimin e Maqësisë me titullin Lartë Mbledhje Kombit, duke vlerësuar kundrejt të eventual Maqësi e Madhe e Mesdhet. Ky propozim faktikisht është parashikuar me kohë, nuk ka lidhje edhe me aktet e fundit, por midis për hir të vërtetës në emër të gjithë kontributorëve të artit, kulturës, por edhe si një promovues i rregullt, nëse më lejoni në të unë do të isha kërkuar gjithë Këshillit Bashkiak të marrin 1 minutë heqje për një personalitet të cilit është larguar nga jeta dhe rasti konkret për Yunus Delaj, i cili ka dhënë një kontribut shumë madh. Jena të mokrit qytetarënderit dhe unë thash do të kisha bërë propozim ky ka qenë një propozim i fahershëm pavarësisht se është vonuar. Nina dhe Nakis me ty me radhën e propozim, po gjithse që jam dakord me Привет, что идет в этой неделе. Edhe në fundi në kryetari, prej sekretarënderit, kush ka ndaj gjanë për dhënien e titullit qytetarënderit për zotin Kogas. Unë lidhur edhe respektoj e konfident dhe jam dakord edhe në emrin të grupit të qytetarëve të Partisë Agrare, por qytetar kemi bërë një propozim për njëri tjetër figurë shumë e rëndësishme në trezën e Maqësisë Madhe, Dila Bashaj, një aktivist e shtuar për rreth 50 vite në art, është studente e Jehonas të Kermenit, është një femër e cila ka bërë emër në kulturën dhe artin e Maqësisë Madhe. Unë them sekretar ta hedhësh në propozim komisioni dhe vlerësimit bëhet nga Këshilli Bashkiak. Ajo është një figurë që meriton respekt dhe njohje nga gjithë ne dhe nga gjithë Maqësia e Madhe. Propozim, se në nënave do propozim në më shkres për rast për të ndryshme. Për të ndryshme, po në të rënë në bazë komisionin dhe si një figurën edhe me
votuan se ose janë dakord. Si të gjitha të tjera kryetarë nuk e banë në do të shpjegohen në qytet. Si kemi grupë të tjerë, të shpjegojmë edhe për këtë. Jo, shife, gac, kena edhe një propozim për rastin konkret, shife ku ke, hajde, shife këta, çaja, për një orë edhe po thonë po vazhdojmë të ndryshme. Çaja. Propozim për tjetër. Edhe po vazhdojmë të ndryshme ta. S'ka është si për të gjitha, normal. Edhe thash unë bile e çova te Kryetare e kena bërë po them edhe më herë këtë propozim dhe sa më ta ashtu s'pak. tash unë ka andare, sura edhe andare këshillit do. Ajo e me votim kryetar. Kjo falë se vot të personalisht ka thënë nuk e pranoj. Ka përbindje politika, problemet e veta është ne do ta parazgjojmë. Unë i kam thënë do ta propozojmë ti mirë bane, ndoshta ajo është kanë çuzuar, mund të ashtohet në shojnë ndanim, unë konsultova edhe me Ilirin edhe Iliri. Jo, unë jam dakord me bombë, si çdo propozim. Unë thash, ta kemi të ndryshme se ti propozojmë ti votojmë të dy për herë. Atëra Lidhet pakët nga kishë lanë në re. Ai nuk e më besu kuarta. Ta telefonoj nëse ju shkojnë. për sa pikës parë të rani ditë, s'ka kushtë në gjatë tjetër. Atëre i votim kusha të dakord për dhënien e titullit qytetar në nivelin e bashkisë Mallësia e Madhe, zotit Rok Franxhelaj. Dakord. Këndër s'ka asnjë, mirator, e zotit e vajtë. Atëherë vazhdojmë me pikën 2 të rënit ditë, me atimin në parimet të rënit në qera në përgërim të sipërfaqes frujore kullësore prej 0.5809 ha në zonën kadastrale 38-34 në pasuri me numër së1 që shtrihet në ngastrën në ngastrën si në 1A në njësim administrative shkel në përënësi të bashkisë Mallësia e Madhe. Këtu prezent kena inxhinierina edhe juristin e bashkisë zyrës juridike. Dësa i kena dhe herë ditët. Atëherë bazuar në kërkesën e ardhur nga subjekti dhe shoqëria Admiso, në formën e propozimit të papunësuar, kërkojmë miratimin e parimit të dhënies me qira në përdorim të sipërfaqes 0.5829 hektar në zonën kadastrale 3834 në njësinë administrative bashkëre në përgjithësi të bashkisë. Atëherë kjo kërkesë siç është paraqitur edhe më përpara në mbledhjen e këshillit, por nuk është votuar për shkak të pretendimeve se është tokë private, dhe bazuar në certifikatën bashkangjitur për vendimit, rezulton se kjo është në përgjithësi të bashkisë Mallësia e Madhe. Me një vendim Këshillit Ministrat të para disa ditësh, të gjitha zonat malore dhe kryore të vendit janë shpallë për në shtetore. Ashtu si që është vepruar me ligjin 7501, ashtu është balla me male. Qeveria aktuale, nëpërmjet paketës famshme të maleve, me që të gjithë zonën bregdetare të vendit e privatizuar, padrejtisht tani janë sulm edhe male. Kjo është një ndër padrejtësitë më të mëdha që po i bëhet qytetarëve shqiptarë. S'kam asgjë personale se nuk kam asnjëje me zotin që i ka më kërkuar, por aty thot prona është në fushë zezë. Fushë zeza është e njësisë administrative kastrat, nuk është shkreli. Nuk është shkreli. Ajo zonë, aty thot 0.5829 hektar, në krahun tjetër thoni 1.880 metra. Aty thoni pyll, aty s'ka asgjë thot, s'ungisht as i sen. Ta shi quhet pyll kur ajo a fush.
Për sekund, për 30 sekund. Dëna më nësë sëruar. Njojo pronë, e në gjven ashtë egzakt. Ku? Fush zez ku? Është me pjesën e razmës mikam, rruga në mikam. Nuk është fushzez. Se thot të fush zez, më zëmi, që thot fush zez. Që thot fush zez. Për fushzez e këna të shërëndire. Se këna menua se a fushzez, se fushzez e këna të kërëse. Po ty, ju vete këni bo, fush zez thot. Nga vriti, dhe vazhdojmë deri në kufi në ekonominë pyore për. Shkot ekonomia pyore, shtëmërtimi e ekonomia pyore fushezes. Ekonomia pyore fushezes, është 3.700 hektare, vati 4.000 hektare. Kjo pjesë që bëhet fjallë, është në ekonominë pyore fushezes, për ndodhet për mi kampin e rratës. Në pjesë, pyll, a ishte, tron ishte. Dhe tarifat i ka, bazë dënimi shqipit në 2559, i vitit 2022, dhe çdo pem ati është vlerësu trumisht. Edhe i pyetje po. Tu thot, më falë, tu zëtni, tu thot pyll. Tu thot askun se ka... Nuk ka fushët. Jo, aty thot se ka trunkun. As thot se ka pem, as thot se ka... Të përshkrimi parcelar. Hapër të përshkrimi parcelar, e ke a ishte trumisht. Se aty si përfaqja 0,58 hektar, një kohë që në grahun tjetër thot 1,800 metrë. Bile kësë përfaqe jepet në përdërim. Sipërfaqe totale 11.556 metra katror në zëtni. Është certifikat. Mund këtë në pronësi zëtnia, mund këtë... Jo, zëtnia jo, se ti potonja shteti. Ju thoni ka bashkia. A i kuadrat, të ASHK mund tjetë 1,2, po si du ngaj. Brana këti 1,2 që e ka përmëzat, Por në rast sa është të pyjeve komplet, kjo pyjet janë shtetit, aty atër janë hektar, ma shumë. Se keni, kush e ka nda këtë 1,856 metra? është provët e shtetit si, është si numër pasuri. Si numër pasuri. Edhe i pyetje po, kush e kërkoni këtu? Ka Shoqëria, është qeveria e fundakshme. Si ka shoqëria? Zëtë qeveria e Alvisa. edhe i pyetje. Mame dashka të zotë vritit. Ka kriterë që përcaktojnë që shpëllim vitit. Ata si plotën kriterë. Munen me i bëmi. Munen me bërë kërkesë nga shqipë. Në momentin që vjen kërkesa, ne ka shpresim këshill për miratim. Sipas udhëzimit. Kriteri legislativ është në funksion të agraturisë. Bujtia mund bëhet vetëm me kritere, normal. Sa dhe jo të qenë shfrytëzimi. Jeni sigurt për ty të gjonë. Se më orë në jemi po thëmë. Ajo në përgjithë se ju... Isha i pyetje kështu teknike, para se me votu këtë na, se nuk na ka një projekt si do zëtia me shfrytëzu këtë problem që të djallë. Se këtë s'kena projekt, kena vetëm certifikat për nëzirë, a e relacion. A duhet një projekt që do bojnë Se qa të e bajnë nga kopjen, se dhe i sabat të kopja. Faj, ka bugjetin me këshimi pa që kja se dhe për kopjen, dhe për tjera e tjera. Një pyetje kam për inxhinierin. Jo, për inxhinierin. Edhe mund për zotin duket se unë nuk i bojnë që generalistë da be shte se me të mada ti nuk i vija sute edhe i pyetje se nuk të projekt për shemë me aplikua për paketin e madhe.
S'ka si bëhet pronora e... S'ka toka shtetit, do të pas tokën vetë për pronar. Paketë e marrë me kanë pronar. Do të pas tokën vetë. Tokën e fitës do të bëhet pronora, ja e jona. Jo, edhe sekond në nëpën qytetarit se edhe është prej njësisë administrative shkel si mund të kenë informacion më sa. Po, isha një konstatim politikisht për pjesën e projektit. Edhe përkan që jam njohë si projektet edhe eksperti projekteve zhvillimore për zonat rurale. Dhe ishte një po pak të pjesa e paketës modeve. Normalisht që në qoftë se ky projekt do kalon. Një sekundë. Ky subjekt normalisht që ka të drejtën e zotit që të aplikojë në paketin e modeve. Nuk është e domosdoshme që thjesht apo që të kesh pronar në kanë tokën e gjyqit, që të kesh një tokë që të aplikosh në paketin e modeve, por që krejt thjesht mundesh të pas edhe një tokë, në kanë që një bashkëtar të mirë ato në një periudhë se të në kohë, dhe ti ke drejtën e zotit që aplikosh në paketin e modeve. Dhe disha të tjere këtë pjesa e projektit. Kjo është një projekt që thot dhënit me qëra për një periull të tona vjegjishare, të është të tike. Nuk duhet asë që asë toka po falet apo përshire. Kjo është një projekt që përjepet një subjektit për zhvillu një projekt në përndro në të zonë. Për mu, këmë dhe si njohë si projekteve, është një aktivitetit por edhe për zhvilimin në me qopë në zonët, qopë e komunitetit por edhe të bashkisë në cilë malë. Jo, normalisht aty ne kanë sillen krahas, është zërior, lindor, krahor, edhe parcela. Është në numër. Se me shëtim, kena patin shëtim, në porset. Është në bazë. Po këtu thot fusha zero, do të thotë ekonomia ekonomia po. Valorol tjetër pa pas me çfarë? Pa çfarë? Prandaj no. Ja. Ne kena që jepet me qira, për e vesh që në kënje për këto, saksi, kjo është dokumenti ka të njëti, 2 deri në 5 dhe deri në 10. Po kje që ne përmëtan ne. Lera totale, lera të të paguin këtë dhe në këtë skultar, lera totale është të keqë, qiraja dhe është të keqë. Qiraja është për sa vite në ketë në shumë të në ne. Për 10 vite, po këtu sa përcaktën, dhe nëse jetu është realisht të po kjo tabela që është me vite, po ti inxhinier. Ne unë rrallë pare në atë këtu ne këni sjellë në herë tjetër këtë. Ne ka probleme, unë për vetin, asë në emën grupi. Në emën grupi, jo ma të mundë të s'ka nevoj, shof e kam lezuar. Kjo është shumë komplekse. Për arsye se fusha zezë që i shkruhet këtu, parantonja tina është e kastratit. Ajo është e shtetit. E dyta, duhet me saksinua edhe aty kontrolere edhe në razën edhe në gjithë pasilja. Kjo po të kush është e ngjashme, komitet me ato qasë për zalesit të rëzërati. Dhe më thonë, mund të kesh një mos të përpit, për nuk gjose i të në pajtor ti, ose nuk shashtit të ne nuk posna pajtor edhe njërës që kryojnë edhe nesër probleme edhe deri në hakmarrje. Aty tokat janë edhin gjithë, toka është e trafikume, toka ka një jemë në aty, si një gropë, si një kodrës, si një rival, si një klasë, si aty ka se cila ka enin e vetë. Pra ka dignitetin e tina, atë gjallë, çdo gjallë të falë, për tokën të afara s'kush. Prandaj na duhet me kanë kujdeshim edhe në aftu, unë e kam thonë disa herë tjera. Ai nuk e gjukoj, ai ka drejt për marrë me marë, po kështu, si të tash edhe ma për para, këto kush nuk dishon për me marë. Po problemi është se merë këto ka dikuj. Në kjo që ka kënë, ma parë, edhe 46, në 47, unë ba reforma, të paktën, një atët raport në e kena aty, se i cili. Ta shiktu edhe kryeministri e fa vetë.
që është komplekse me 7.000% e nishin. Është komplekse edhe kjo që është së këtu. Pranajna unë e përmështoj për arsye shumë faktorësh. Edhe nuk kena të drejt në që ne vjen kryetari këtu dhe kryetari nëse mos nësisht unë jam pajtor se kjo është parlamenti si herë edhe është këshilli. Edhe ne nuk kena qef që të dalin probleme nëse mos nësisht. Këto e shqitet në Norveshje dhe me certifikate, me përësie, me të tëra, por këto është edhe kontraditore. Se njërë se të vizin, qeshtja e basë këtu, numrin, ajo del nërshje. Pra ne kjo pa dalë se nuk të një si zuokat dhe ta këto në razën. Unë me gjithë grupin e Partisë Socialdemokrate që jena forë të parë politike, jam punër. Në goja. Në goja pra. Ade po, nështë. Questa informazione ci dà una spesa totale di passivo, nel banco civile, nuk e kuptoj se duhet një dikunër. Për faktin, se kjo është certifikate në sistemi të përësisë. Kjo është procedurtare. Nëse janë zbatuar ligjit e këtij shteti, dhe ka pronar, tjetër veç se bashkia Mërcia e Madhe. Dhe të mbrësh, dhe të ndihmosh zhvillimin e asaj zonë nga një zhvillim kush do të jetë ai, është veç mirë. Dhe për faktin sepse ai është vetëm me kohë. Pra është disa vite që dhe përnati në vend. Unë nuk shoh mangësi figure, këtë dire nuk e kanë silë të dokumentacionit që ka, dhe në këtë rast është e të sumana ligjore, që do ta mbështesin zhvillimin, sepse është në të mirë komunitetit. E letë shkrivem sa më shumë, ndisim sa më shumë, edhe nga paketa e mareve, edhe nga vizit të tjerë që duhet të zhvillojnë në atë zonë. Pas një është një tërë e Marcisë Madhe. Po fakti tjetër që nuk komplicet është, pse bashkia Marcisë Madhe, certifikatet perforat e vetë i ka, në sa perforat tona, kena vite jemi të në trojet tona dhe s'kena certifikata, asë nuk mjerët pare, asë kena asë dhe mundësie. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është ajo që të rejonë. Ndalim me probleme të tjera të rastet private që nuk i kanë. Pikërisht kjo çështja e përgjegjësisë e bën specifike edhe rastin e vendit special. Nuk mundet me qenë një pretendim i tillë se toka ka paskan e jona apo ka kanë dikujt tjetër se e di në mënyrë popullore që kanë e tillë. Është një dokument që legjitimohet, edhe që jep të drejtën dhe detyrimin për me i procesuar kështu bashkisë së madhe raste të tilla. Pra ju e keni detyrimin për me vënë të vej. Kjo është miratimi i pajtë. Për raste të tilla nuk jepet nga këto programe, nga fenomen. Për raste të tilla ti parashikon lizi që këshilli jep miratimin në pajtë për me vënë zonë të tilla veçëra dhe pa procedurë konkurrimi. Kjo është e famën që subjekti që ka shprehur interesin të marrin se zbat kontratën. Kjo zonë do shpallet në konkurrim publik dhe këshilli njëkohësisht ka dhënë miratimin që me vogël procedurë. Po na s'kena gjë personale, ma ta stacionojmë ma se di, ma s'kena... Personale mund jetë politika është pjesë që llogarit. Jo, s'kena lidhje politika.
procedura është e tillë. Ngatimin pajin nga Këshilli i jep të drejtat bashkisë në vazhdu procedurën legislative me pa konkurimin publik për rastin e tillë. Konkurimi publik është i hapur për ta mundë të marrë pjesë kushdo. Mund të konkurojë dhe më thonë falë. Mund të konkurojë në një vendalisë për shkak. Askush po projekti. Masi të madhe. Po projekti. Kemi një dyshemecë që është Zënë dhe Akademie që në marrë në lek për hektarin e vetë. Kjo është dyshemeja nuk mund të përtojnë kush ma pak se kasë. Një tjetër që mund të pjesë një projekt shumë ma mirë, ndoshta sepse ka një sistem pikëzimi që bazohet në përcaktimin e fituesit, që është projekti, është niveli punësimit që ofron, është mënyra se si e trajton territorin disa zonë kryore që do të bëjnë ratifikime të rrugëse të tilla. E një ndër faktorët është edhe çmimi. Që fillon nga 64.119 lekë, për kush japin më shumë do marrin më shumë. Nëse do të ketë ofertues. Okej, io e do të marr tash një analizë. Pyetje dhe kisha për inxhinierin e ky. Ashtu rasti i dytë që ballafaqohemi, është detyrë. Po. Edhe ju shoh gati si juristi i këtij individu, që është ludo. Ju shoh si një jurist, jo si inxhinier pyetsh në këtë rast. Juristi do të thonë Doktor, por do kisha dyshim më epshi për libët ta mbaroj. Edhe me shumë kambullje e mbëroni këtë. Me shumë kambullje në dy rastet. Ju të edhe sot jeni shumë etur për ta mbrojtur. Nuk e di se si arrin një inxhinier pyesh aty është në mes ka pyll, ka hahin, ka pishën, ka pra të mrekullit, pra të gjë që ke shkollu tja gjë e ke fërmarrje, sa është profesioni joti. Dhe unë qof një inxhinier që thot të hajde të vinë do, sa të fusim sharën, kjo më ban pak më shqetësu, do më gati, thëmë dhe këtu këna shku edhe një intelektual, një inxhinier, arrin dhe këtu, ta shkatrojmë këtë ven, a shkatrumër, pa këtë ven a shkatrujë, këna tonë nga dorë. Por, kisha një disa për pronat. Kisha vetëm një disa për pronat, zëti. Bashkia Malësie Madhe që nga viti 2000 në numatiset të ishavën i mund i kushtu mos tjenë nga bim, ka rrët 2000 hektar front vetën, me vetin Këshillit Ministrave. 6 matës pandit. Edhe kështu që edhe të një më dylym këtu, nuk është pronë e bashkisë. Bashkia ka 2000 hektar. Janë pronë e bashkisë. Dhe këtë certifikat, bashkia nërë kur dënë edhe si dënë për të 2000 hektar. Se i ka me numër kadastral, edhe kur është dhe jalan kë, është marrë për vendim, i ka arë me numër kadastral. Që nga harta dhe ushtërisë e tjere, dhe i ka të gjitha si pronë të vetën, të 2000 hektar. Dhe këtu nuk mund në paracitën vetëm 11 lëm me hipotekë. Pra i ka 2000 hektar me hipotekë. Kjo të në brotë shkua si pregaditët. Vi për herë 2-3 në këtu, për i këtë. Nuk ka shky rast, ne du të rujmë rastet që janë vazhdimësi. Dhe kjo është neri jonë për të rujtë malësi në këtë rast. Në to vendime. Se në qovë se nga drejtë, se nuk shkoj me marrë edhe një mendim, një dëgjes publike të ajo zonë, si janë që dhe ligjisht. Duhet jenë edhe një dëgjes publike në vritën në razën për këtë qeshtë. Pra, ne në vjen të si paket, ne s'kemi as përfaqësues, as skrypleq, as i përfaqësues shkretin, as britit, as të razës, as i njohës të mirë të atyre. Dhe të shpjegoj disa më tepër. Dhe ne marrim vendim këtu për atë vend që s'di më sot, as tash s'di më jam dishi ku është. Se në thjesht ta marr një letër, se do kryetari i bashkisë do një kanë interesat e veta, kanë problemet e veta, kanë të tjerë, si shumë raste të tjera, dhe ne çojmë dorë dhe bashkohemi me ta. Çfarë bashkohemi? Kjo si është si ka thonë Abraham, du vita marr vet pulën. Pra ne po i mësojmë ata me na, edhe po i mbështesim për me grabitjes së këtë vend. Pa ne lutem ju shumë mesisht, mos ta bëjmë këtë gjallë. Se ne na vit një kërkesë, ne s'na vjen kërkesë për shpinën për Calit. Që kërkon gjithë diaspora, gjithë dunjoja, dhe s'na vjen kërkesë, kemi pas mikun që kisha në Amerika me investu me pa një rrugë, nga Seca të Sibër. Edhe ne s'na vjen ajo kërkesë, që është bëhet 3 herë bashkisë, Këshillit Bashkiak e tjerë. Nërsa për me marrë një pronë, që është asaj zonë e vritit, e Erasmus, na vjen të se du t'javim dikuj tjetër se duhet. Kush është investimi që noti? Ne kena diskutuar herë tjera. A i vend që s'ka ujë. Hajde të mështesim,
Hajde të bëjmë një projekt, hajde të bëjmë një kërkesë këshill bashkiak, bëjmë gjitha mundësitë si këshill që ai vend bëhet me ujë herë paktën. Mëse ne të rritë zhvillimi, mashallah ai zhvillim është bë një perë razma. Edhe duhet të zbukurohet ala më shumë, po ka mungesa ujë, ka mungesa tjera, ka mungesa infrastrukture. Hajde ta bëjmë si të marrin formën. Kjo është zhvillimi, jo zhvillimi që duhet vëllani individit. Kështu që unë do isha i pajtimit dhe si kolegë, si miq, si detyror në votuesve dhe si komunitetit, unë mendoj që pa ardhur gjithë projekti, pa ardhur duhet balansohemi me venali, duhet balansohemi me kadastër, duhet balansohemi me shumë raste të tjera, që ne të bihemi se kjo duhet vanë. Edhe ju falenderoj, ju bëj thirrje që mos ta votoj. Me certifikimin historik që bëjmë. Çdo fillim viti ne ato një projekt buxhet, ose një stator që viti para. Për secilin për aty në lekëve që bien këtu do të planifikojnë edhe ju serviren ju për mirërat ju keni normal kërkesën tuaj për një shpjegim se ku shkon ky lekë për çfarë përdoret dhe në çfarë mirë si është ngash. Pyshin ne me regjistru të gjitha pronat pyjore të paktën, ka dhe pronat tjera që janë inventar bashkisë që nuk kanë pyjore dhe pjesa tjera. Dhe ishte i damlegi i mandi buxhetit bashkisë. Paktën për një vit do e cëllohet e pa e kishon. Nuk besoj se do ishte të akord asnjë për një. Ka një vosë shumë madhe regjistrimi i tyre. Secila prej tyre certifikatave të pronësisë ka minimalisht një kostë rreth 130.000 lekë të vjetra për regjistrim. Do të ishin këto që janë vetë 3.000 sa kila nga asër. Besoj do të rejtë të mojë dhe dhe. Pranaj edhe vjen certifikimi rast pas raste. Sepse ne bëjmë në rastet kur ka një interes, ku shpreh një interes dhe e ke shumë ma të legitimum të regjistrimin dhe shpenzimin e atij leku për regjistrim, se sa po të regjistrosh kanat dhe do të vijnë aty sot pa i përdorur kush pa nxjerrë as një dalë. Pra ne në rastin kur ka një shprehje interesi, në rastin konkret tash pikon 0.7 hektar duke, ne regjistrojmë një modulëm sepse aq shkon nga pra nga 0.7 hektar që merret me zera. Jo nga gjithë nga ata, por gjithë është procedura që regjistrojnë. Bashkë pa mujtë me regjistru kanë prejherë dhe kanë bashkë. Pra ne është regjistrimi pjesor. Për pjesën tjetër, mandej me shumë respekt për atë përshkrimin që i bani lidhje me ndjeshmërinë që ka për zhvillimin e zonës, për pyetjet e për mënyrën se si duhet me bëjë inxhinieri, por është gjë që lejohet me vizë. Është më parë tregtimi i naftës dam të mjedisin, e pse ta tregtojnë? Lejohet me vizë. Atëherë, kryetar këtu, ja lutem një se nga që mund drejtu drejt për drejt, mund ta bëj si. Jo, jemi se kjo është shumë rasti kur çarçona. Se nuk duhet çarçona vetëm ne jemi këtu. Është dikush tjetër që na ndjek. Aty ne do vëmë më shumë. Se neve, sa ne ka i prekim drejt për drejt. Dhe ata s'ka mundësi me thonë as fjalën tonë. Këtë për ja mohojmë, këtë ta kërkojmë se ata të kenë drejtën e fjalës. Kjo se bëhet fjalë për atë zotë, të kemi komunitetin e asaj zote. Përfaqësues e tyre. Por ka një diçka, nëse folme për vlerat monetare, ne kemi sa vite që kemi dhënë prona, tjerë. Se ne nuk vendismë atë vlerë para që ne vlerë, ta vendismë për këtë tjerë. Ose, si ka mundësi në qoftë se ne kemi ajo 14.000 lekë, 12.000 lekë, sa ishte 2-3, 12.000 lekë, kjo është për gjithë të gjërë. Sa është kjo? Se ne nuk i bëjmë parcelat, bëjmë razmën total, që në shkosh 2.000 lekë vjetra. Me vjetra me sen se ta me vjetra. Bëjmë bogën, po atë vlerë, bëjmë reqin, dhe gjitha kjo, në gjithë malsinë e madhe, dhe ishte 20.000 lekë vjetra, ose 2.000 lekë treja. Lutem tash. Se ne kemi thasën e me vendik, këshillit ministrave, janë përcaktume, gjithçka përcaktume, dhe e ke harën, skicën, ato të ushtrisë, vjetrat e tjere të përpunume, dhe e ketë parazitur në bashkim, e ka dasat të zyra, si që dhe zyra që kemi atë. Pra ne nuk më flasim për buxhetin, për 12.000 lekë vjetra, ose për 1 milion lekë vjetra, apo për 5 milion lekë vjetra, kur e kemi mësime e ba me letra. Ata të bëjmë me letra. Ase unë bëjmë ne që bëjmë kërkesë. Që se ne marrim razmen, a nuk do ishte prapë certifikim selektiv? Pse mos marrim bogën, pse mos marrim pushën, pse mos marrim vërmoshin? Pra, edhe nëse ti merr një zot, do jetë certifikim selektiv prapë. Luti, ja të folë për një ligjë në vitin 2017.
Do kja të kërë për liqin do lidje. Po, ne flasim për liqin që ka 2 viti 2017, që 2 janë 2000 hektarë. Dhe ne flasim për budgetin. Atë lutëm të shi. Kjo pra është. Lutëm të shi, se ne për budgetin, në sërifa të se të arë financa, flasim për financa. Po që ditë disha fakti, në shumë. Nëse të dhe përstana në praktika, se tjetë, selektuar, bëllat në shumë. Jo, pa të sekret më të të rasti, edhe për shumë një besmejsh. Po të thamë edhe këtë tjetër, ko papa, në mbrjoll, kërë kanë fut në të kohë që i kalu bashkis, krejtë të prone kanë marrë edhe këto buke, sepse s'ka dalë të shani, kanë pagu një kompani, ajo kompania me e ka bërë prejsi për të fotografu, komplet ka shirë që kanë pas me kumla, me dardha, me kështemi, gjithë që i kanë kalu me dardë bashkis. Diku që kështë e kanë dhe i fakto me shkuat, një vetë me të diku. Edhe të shqipja banë këtë papaj, e njojnë ka gjosh, ju kanë marrë tonë prona tjerë të atë, sepse kanë kaluin dhe dorë bashkije, e s'keqa me i bati, dhe i thaj kanë marrë edhe në parukën e ullit, kanë marrë edhe shpia të atë, kanë kalu shpemore, ja krejt dhejte. Kurse për punë të inventorit, që i të aty të të japonit, në sa dion, 2017, komplet ta, me kartele, me certifikat pronsiet, i ka marrë bashkije, i ka me certifikata. Se kam përlos, i kam përmosën atë, se po thoni bugjete, kja e një anë tjetër, nuk është. Një dyta, për shemull se ishim kokpapa. Por në një makinë zhabara, i di që amiru që vëtë të njerëzë të sa herë. Uj është aty, uj është gjithë qarë. Gjithëm vetëm boga nej, po pësë në jetë një për i të këtë të o se mija, dhe që për të shtakë, atë unë duke marë token tema. Aja të furë, në një lutë, të roni e borë, të roni e borë, po ju më s'ko gjoj të gjenë të tonë për i të borë. Edhe, si jeshtë të tonë, ju lutën nemi mosa për ata, se ta mëhin dhe pat njerëzit që ju kanë marë tokën e buks, të i fotografu prej siber, tokën e buks, me kashtetin, me tana, se 2017, për marë një kërë flasë, se më pas fe i gjenë, edhe i kanë kalu të ati të mërë. Kryplak partjak. Fotë mërë bu, fotë. Okej, edhe i kemi, edhe të një jurist, i kemi certifikat pronsiet tana, se i gjithë të kërësit bashkë. Me certifikat edhe me karteli, që në 2017. Okej, Mas di njësa kam së jo, këtë tëna me certifikat se i kam bënë. Sepse, para në pas të kryore, janë në 2020 nga Ministria, është në drakonimi, operator privat, për me të ashtronimin e kryore që katastrofe. Po s'ka dojë de facto më të bëjë, de facto me shku të toka. është pjesë tjetër. Dhe janë në sistemi hipoteka. Nga aty ka fillu regjistrimi, deri në atë moment 2017 nga Ministria. Nga ky moment ka fillu regjistrimi. Nuk e mujtë me registru përpara se nuk e pas një hartë. Ta hartë, ka mu numër dhe një kadastral, është bu kujtare në të rezi që me vazhdu certifikimin e ty. Ne vazhdojmë mas masarës si mas shpejnë dhe t'interes. Nërsa, lidhëm atë fotografimin që të korrigjohë. Nuk ka lidhja as me pjesën që të mjetë majtë. Si gjë, e këtë nuk buke në dojnë në shkullë të sikër? Sepse ka një lejtëzim për mjëti që e përdojnë shumë që duke tisë që në mate. Fotografimi është azhërnim kadastral. Shumë prej zonë dhe masit modë nuk janë në sistemin kadastral dhe nuk mundin në po një hartë as topografë në shumë e registruar. Fotografi. Edhe një gjerë, më zati, dikur, edhe tash ka kërë topografi me shkute toka me e marë. Direkt, jo, me rrek për e ka punë, a i zati, jo me afut shkura gjithon, edhe me ka një vendar për shkik. Aja tërë, e ki shpini tu si në fasikje tu për mullat që ka tonë e tu. E kam ka dhe në arta aty, komplet e kanë fut, ku kanë fut parunin e avjollit, që janë 170 kasolla aty që i kanë në të kohë që i kanë beruat të anë, e kanë fut shkamore e kërë, që ja dhej, se nuk djetë gjatë që atë bëmë. Ka një disa, me le, ka një disa në qëse ne për historike, popullësia, edhe atjetë e kastratit të të përregjësojnë pyllë,
Me kush, se të me të del ferra, del tjene dhe tjene, policia më ikën, të kushte po përgatisim ne. Ka donë, a i ka marrë pronë, i ka marrë tokën, edhe thot, e ka bashkia si pronë, e ka talë katunë, e ditë se kujna është, si së familje, si katunë, ne që në këtu dhe të fëmë dorë me a marrë, kjo ka pa që për ne, a gjurëm. Parunin, e marrë fushë të more. Ne, du t'jemi, du t'jemi për me prejme të shambarë, ne sunt, t'jemi të këtë kretarin bashkisë. Ashtu që dalë lypë kërkuan në kanë krye minimumin administratorë si na shpëtalia. Edhe na shpëtojnë thonë se po e kundërshtojnë, tash shtojnë për një tjetër si mundën me marrën asaj. Po jo mos se më diçka. Se mos me këtu, falo, sa si sa komisionin? Po, se mos me se mos me këtu një komision. Atëherë është me administratorë. Apo se Allora, informohem që nacionalë Roma ka ndonjë si projekte. As bëhet nuk nuk jena të bëhet për njës, gac. Nuk jena të bëhet për njës. Është e shumë gabim. Jena të bëhet për njës. Dakor, një hera e këthejmë prapë të nga këthejmë prapë të sërë të përgjë. Këna probleme, na ishte me kënë mua mira me kryu një komision tonë për 5-6 shqitarve, me marrë dhe kryptes, edhe me shku direkt të vendjetme. Në qofë se ajo zonë nuk ka probleme me njerëzit, nuk jara për po si tu paraqitet edhe administratori a informuar më mirë, edhe kryeples. Tu paraqitet na kena pas rrisë më të madh se ligji 7501 pa morë që të kur probleme. Na, pse më prish këtë gjona? Sa është të me prish këtë gjona? Ashtë në erin tanë, në një kështurit bashkia. Ashtë apërsaku i fondë. Njët mikrofona, së në mikrofona. Një që janë ndërtu për zonën e këtë në medjave, në rume si ka mësia madhe. Që nga respektojnë vikë gjdo randje dhe këshillit në ndjekë në tjere. Pra, lutëm, personalisht e kam me ju si kryetar. Jeni njëri shumë, një nërë ma të vjetit, ma ekspertat, 4 mandate një kryetar këshillit. 3 bashkia më si madhe, 1 kasat 4. Pra, kjo është, do të drejtoj drejt për drejt gishtit e ju. Është defekti ju dhe është vlerë që su ju e një, nuk ja e këtë këshillit, ja e këtë këshillit të afën që do jetë. Anej, lutëm, me rëmë të qeshtje, edhe ka zërë tonë du të një gjojnë, ata du të kemi një sotë verat e si venë dhe të gjojnë, ta manë zonën e pasër, që të lutëm, ashtë në dorën të anë anerin të mbarë shkët. Ashtë fondit bashkisë. Drejtori zyrë juridike dhe prokurorinë publike është drejt për drejt Ermanç. E kena në këtu, e kena Dy herë nga me I përgjizës kje më dhënë Seri për këtë që kam për cilën kam marrë. Jo, për këtë se për kryve, për qa ke arë kryve. Për e kryve me morë informacioni për asë, e punë matësan, edhe informacioni në administratori se në morë një kemi administratori për pravu, se në zdrim gjohë Unë e të me një personalisht
Po, sa jemi ku po, për fonimi. Ato gjeni, tash kordi, pa kanë edhe vjetë praktikisht. Edhe parë. Edhe parë vjetë, nuk jam i sigurt. Po, vjetë ka kanë, po. Kanë si vjetash. Po, faj ku janë? Nuk besoj se faj faktor në këtë mes. Ja, zotis. Si nuk e kërdi shumë. Unë nuk da thëmë e herë, kur se krye herë, se kam të ipin me ta në krye. Se isha që ju, edhe me isha fru që herë dhe krya me po e një mëndër, e mendoni që dhe të po e kërkove verbalisht, ose po e justifikove verbalisht, Në sema për ju. Kalojmë të pika presion në bazë në dira. Atëra më përstojnë në Do më një gjatë vogël. Këtë ma i kërkes, Me qenë se ka kërja juristit në ka qesin për një, se më sta qesin për një. Jam ta qesin juristi e kërkon, edhe bashkia e kërkon ta qesin për një. Jo. Jo, pse ta thuj ta qesin për një? Na, ne vazhdoj kohë. O ta qesim votim, pas të kryojmë një grup të këshilltarëve, modern edhe kryetesë. Edhe grupin tash. Edhe grupin të këshilltarëve. Unë jam bravo iniciatori. Kam një propozim konkret për qytetarë njerit, me sa jena ndjeni, i ndjeri Jonus Delaj, ka kanë qytetarë njeri bashkis Koplikut, për shken bashkia Koplikut. Unë propozoj këshillit bashkjak që të jetë të titullit qytetarë ndjeri i Majësisë Madhe, pas vdekjes të njerit Jonus Delaj. Ndash komisioni i verifikimit, ndash kush të donë, o e meriton Jonus Delaj, ose se meriton asë. Me që në ditë më të vështira bashkia më të si e madhe nuk i ka afrua asgja kur ishte në momente shumë vështira ekonomike, kur i ndjeri Jonus Delaj nga Gjermania në Shqipëri, nga Shqipëria në Gjermani, të paktën moralisht të japim titullin qytetar ndjeri Majësisë Madhe. Dhe në rast se bashkia ka të një stimul për ndokën monetar, aq sa pjetë maksimumi të jepet familjes së të ndjerit Jonus Delaj. Dhe saj po. po të qëtë me po sufim, ja kam rejtë edhe kryetarit, ja kam rejtë në problemin, është po kanali vadit se tjetë në zonë tonë, ja është po prova, ka funksionuar në regull, po që po me vërtuar, me fjallë, si puna jo, duhet me bani kontrat me keshin. Nuk e di se bleku ka lesë me punë, sepse po nuk u po kontrata tash me ma milion me shtima vonë, do është ta ka vënesë të procedurat e veta dhe mund shtyjet shumë vonë. Kështu që ne me ndati komunitetit e ngesë që për dista është po tonë e punë aty, ujtë kohar, është po prova, edhe duhet që të po kërkesa në po nga të soma shkëtisene me të nga, që të po funksionat. A duhet me shënua me ti? E shënua me ti. I këtë kërkes të në kërkesën për pashtire shkërë që i kam platë të kërkesën, që do të bëjmë kërkesën. Mos paritet sepse po fillon sezoni me gogë. Po, Elisabeth. Atëherë si pozitume sot me shkres së bashku me dy kolegë Ademi Stema dhe Ardi Rostema kena knajsin propozojnë për qytetarën e erit profesor Besnik Turit.
për kontributin që ka dhënë për sportin nacional dhe për arsimtarin e shkëlqyer që jashtë, edhe për futbollistin e shkëlqyer që ka kanë e meriton shumë shumë me ti dhe qytetarët. Yes, është e bursh me kjo respekt me apo profesor. Deixa eu falar para o como pode, abriu lá dentro, esse não há perfeito, Urmă ție că tu sia mea ciua de pe o, era tu eu nu mă văd cu ochii. Tu ataș, trebuie să fie corpul de cub, de corp, de Adena, se mă spun că ne parlo to, sa rioli skovuri, rioli nuk ka vallëze, rioli nuk ka paruni, ka shumë gjëra, faktën e kisha. Ka bashkia të kësa ata që për i drushka. E keni me zinjirë. Atë propozimet, banë në propozimet, të dy qytetarë ka pregatisim. Kusha do fort për të? Apo të jam edhe me problem. Do e dilën, futë. Po, është e mojdo. Qytet Malësia dhe ta Shqipëria të ndjerë në zera e ka bërç. Në njërë për qanë, bashkia Malësia Malës ka bërë një herë vetë me qanë atë dogër për i në zera. Ne i detyrojmë këtë për për me dashme rritë vlerën një artisti, si që ishte i ndjerje në zena, dhe familjen tina sot, aja ju përket artistave të Malësisë Madhe, artistave kombëtar, me brus, ashtu rritet vlera ti. Cili do nga ne propozojnë. Njajtë në rast do kemi edhe për zotin që ka kanë sportist, pra njerë ka kontribu. I leni o këtë jam ashtë respekt, dhe njerë i tyre të kanë vitë propozimet nga grupet artistike dhe sportive, që ne jemi të gashum, sa në ju japim dhe ju rrisim, i janë madhështori, ishin madhështori. A ne këtë ta bëjmë si praktikë, se cili nga ne propozën nga një. Nërsa da e të veçanë nga artista, nga sportista, du të nga grupet e tyre, nga njerëzit që ka rëpëtu që tjetër, të propozime. Faleminderit. Unë kam në ndryshe. Bajtohu. Ne në thjeshte e ndërojmë edhe me titullin e artë qytetarën e Malësisë Madhe. Unë them qytetar, ta hirë të votë dhe marrin në arsimit. Kush është dakord për këto propozime si u banë për të ndjerë Jonas Delaj dhe profesor Besnik Bindit për Miro da povsh. të